Krahina e Matit mbart një pasuri të jashtëzakonshme kulturore ku ndërthuren historia, arkitektura tradicionale, zejet, veshjet popullore dhe zakonet e trashëguara ndër breza, nga kullat karakteristike dhe elementet e dekorimit të tyre tek kostumet popullore dhe mënyra e jetesës së komuniteteve. Mati ruan ende gjurmë të një identiteti të veçantë kulturor, por shumë prej këtyre vlerave kërkojnë dokumentim dhe studim për të garantuar që ato të mos humbasin me kalimin e kohës. Kjo synohet të arrihet përmes projektit kultural të qendrës POEK, ku me mbështetjen e Bashkimit Evropian po punon për identifikimin, dokumentimin dhe promovimin e elementeve të trashëgimisë kulturore jo materiale të qarkut Dibër, duke përfshirë edhe vlerat e pasura kulturore të krahinës së Matit. Studiuesi dhe etnologu Artan Kurti sjell në vëmendje pasurinë e trashëgimisë kulturore të Matit, duke u ndalur tek elementet që e bëjnë këtë krahinë të veçantë. Mati ka shumë kulla, po krahas ndërtimit, si më thon, pjesës arkitektonike të kullës, ka dhe shumë dekoracione, zbukurime, duke filluar nga portat e avllive, tek dera e shtëpisë, e kullës, por dhe ambientet e mbrëmshme, me ambientet ndërlidhëse që janë shkallët, me punim me druri, me ballet e oxhakëve, me tavanat, me musandrat, me këto dhe kështu që këto ishin një inventar shumë i pasur për të trajtuar në aspektin shkencor dhe studimor. Pasuria kulturore e Matit nuk lidhet vetëm me trashëgimin materiale, por edhe me mënyrën e jetesës, zakonet, folklorin dhe praktikat tradicionale që janë ruajtur ndër breza. Sipas Kurtit, pozita qendrore e kësaj krahine ka ndikuar në ruajtjen e shumë elementeve autentike të kulturës shqiptare. Krahina e Matit, siç e dim, është një krahinë qendrore e trojeve shqiptare. Dhe si e tillë, domethënë, nuk mund të merret kështu si veçantë, domethënë që mund të ketë pas një ndikim kulturor ndryshe nga popullsia tjetër. Përkundrazi është ajo që ruan më së miri traditat më autentike shqiptare. Vetë krahina e Matit është rrethuar me disa male, dhe është për të hyrë aty, domethënë duhet të hysh vetëm nëpërmjet qafave, si e tillë nuk ka pasur pushtime të huaja, nuk ka pas ndikime të huaja, nga gërmimet arkeologjike që janë bërë edhe nga studimet nga arkeologë dhe nga studiues të ndryshëm, del me një kulturë të pastër ilire, arbërore dhe në vjemësi atë shqiptare. Si e tillë qoftë edhe folklori, edhe veshjet, edhe kultura familjare. Një prej fushave ku kjo pasuri shfaqet më qartë janë veshjet popullore. Studiuesi ka dokumentuar ndër vite ndryshimet dhe veçoritë të kostumeve tradicionale të zonave të ndryshme të Matit, duke evidentuar një larmi të madhe, sidomos tek veshjet e grave. Duke qenë një krahinë qendrore dhe e mbyllur, nuk më thuhet që ka një unitet të kostumit. Po themi të kostumit gruas, sepse kostumi i burrit pothuajse është një lloj në të gjithë luginën e Matit. Madje edhe me krahinat fqinje, sepse burri ishte ai që lëvizte, do dilte edhe jashtë rrethit, do frekuentonte tregjet, edhe ato shenjat dalluese ishin pak, domethënë të pakta. Ndërsa kostumi i gruas, me qenë se gruaja ishte në familje, mund të lindte dhe të viste brenda fshatit pa u largu, kanë rujt atë tipologjinë dhe veçantitë e kostumit të zonës. Por krahas përpjekjeve për rikthimin dhe promovimin e veshjeve tradicionale, studiuesi ngre shqetësimin se riprodhimi i tyre pa njohur elementet autentike mund të çojë në humbjen e identitetit të tyre. Vetëm një lek ndoshta mund të të shkojë 3 muaj punë, dhe askush nuk merret me qëndisjen fiks, siç kanë qenë kostumet e vjetër, por gjen këto elementet e gatshëm me shirita, me këto tirqet nuk janë më me atë shajakun që rrifej në valanicat ose dërstila që quhen. Por gjinen copa, gjinen stofra, gjinen edhe në pamje të parë duken sikur janë po ato ngjyra, po ai kostum, por kur etnologët fillojnë t'i shohin me detaje, pastaj aty ka tjetërsim. Brenda kësaj pasurie të gjerë kulturore, një vend të veçantë zona e Gurit të Bardhë, e cila sipas studiuesit përfaqëson një prej hapësirave ku janë ruajtur elemente të rëndësishme dhe autentike të trashëgimisë së Matit. Shumë zona të Matit janë grupim fshatrash. Pra kur tham që veshja e zezë përvishet nga Klosi deri në Burgajet. Kur tham veshja e prellit e veshin gjithë fshatrat e rrjedhës së poshtme të lumit Matit, duke filluar nga Derjani, Prelli, Rremulli, Macugulli, Laçbruçi, Uraka, pra janë grupime të mëdha. Kostumin e zonës siç e vesh Kurdari, e vesh Gurrat, po e vesh dhe Xipri, pra janë shumë fshatra. Ndërsa i vetmi fshat që ka kostum dhe është më vete, është fshati Guri Bar.
i cili është quajtur nga etnologët si një ishull etnografik, sepse ka ndryshime qoftë në veshje, qoftë në leksik, dhe qoftë në mënyrën e jetesës, qoftë në ndërtimet e banesës që siç bëhen, dhe duke qenë se ato kanë pas afrimit. Ruajtja e trashëgimisë kërkon përfshirjen e brezave të rinj. Një shembull i tillë ishte aktiviteti organizuar në vitin 2015 me nxënësit e shkollave të Matit. Kryesori është për të shpëtuar tipologjitë e kostumografisë, domethënë tipet e kostumeve. Siç thash, me atë aktivitetin që ne bëm atëherë, u detyruan për shembull zona e lisit, e zenishtit, duke pyet i rikrijuan siç kanë qenë ato kostumet. Zona e Xibrit i rikrijuan, edhe sot vazhdo ajo tradita, kanë kostume shumë bukura, gjë që bjen sy edhe në këto organizimet lokale që bën Xibri, me këto vajzat e asaj. Pra është kostumografia një. Sot veshjet tradicionale janë rikthyer në një trend edhe në dasma e aktivitete kulturore, por studiuesi ngre shqetësimin për ruajtjen e autenticitetit. Në mënyrë të veçantë, pjesa e kostumografisë që ruhet edhe mund të shihet me autenticitet është guri i bardhë, ku akoma ato i prodhojnë me fanatizëm dhe nuk tolerojnë. Te veshja e gurit bardh nuk mund të gjesh shirita plastik. Dokumentimi i trashëgimisë kulturore të Matit është një proces i domosdoshëm për të ruajtur kujtesën kolektive dhe për t'u transmetuar brezave të rinj vlerat e krijuara ndër shekuj.